Një teknikë hetimore e avancuar ka rezultuar vendimtare për SPAK në zbardhjen e një elementi kyç të dosjes së Akshit, që lidhet me ish drejtuesen e institucionit, duke çuar në zbulimin e një apartamenti luksoz të dyshuar si pasuri e padeklaruar në Tiranë. Sipas hetimeve, agjentit e BKH-s me udhëzim të prokurorit kanë analizuar për rreth 2 vite të dhënat e telefonisë celulare të saj nga shkurti 2024 deri në janar 2026. Nga kjo analizë, u ndërtua një panoramë e qartë e lëvizjeve të saj, veçanërisht gjatë orëve të natës, bazuar në antenat ku telefoni ishte i lidhur. Rezultatet tregojnë një ndryshim të dukshëm në vendqëndrim. Fillimisht dominonin antena në qendër të Tiranës, ndërsa më pas u vurej një prani e shtuar pranë zonës së ABA Center. Ky ndryshim përkon edhe me të dhëna të tjera, përfshirë dëshminë e shoferit, i cili ka treguar për një zhvendosje drejt një apartamenti në zonën pranë stadiumit Air Albania në fund të vitit 2024. Sipas hetuesve, kjo lëvizje ka ndihmuar në identifikimin e një prone të dyshuar që nuk figuron e deklaruar. Në analizën përfundimtare, SPAK vërej një përqendrim të qëndrimit në një zonë të caktuar të Tiranës, duke forcuar dyshimet për pasuri të fshehura. Karçanaj rezulton gjithashtu poseduese e disa pronave të tjera dhe një vile në Qeret.